Çdo mëngjes miliona njerëz zgjohen me alarm, vishen, dalin nga shtëpia, shkojnë në punë, punojnë 8, 10, ndonjëherë 12 orë në ditë, dhe në fund të muajit nuk kanë asgjë. Pyetja është e thjeshtë: pse njerëzit punojnë gjithë jetën dhe mbeten të varfër? Ndoshta edhe ti je njëri prej tyre, punon fort, nuk je dembel, nuk shpenzon pa menduar, por prap, paga nuk mjafton. Kursimet zhduken, e ardhmja duket gjithmonë më vonë. Dhe fillon të mendosh, ndoshta problemi jam unë, por po sikur të mos jesh ti, po sikur sistemi të jetë ndërtuar në mënyrë që të punosh gjithmonë, por të mos ecësh kurrë përpara. Po sikur varfëria të mos jetë aksident, por rezultati një strukture. Kjo nuk është teori konspirative, është matematik, është histori, është ekonomi. Dhe sot do ta shohim hap pas hapi. Në fund të kësaj videoje do të kuptosh pse puna e ndershme nuk garanton pasuri, pse paga jote nuk rritet kurrë mjaftueshëm, dhe pse shumica e njerëzve janë të bllokuar në të njëjtin rreth. Por për ta kuptuar këtë duhet fillojmë nga fillimi. Që fëmijë na mësojnë një rregull të thjeshtë: studio fort, gjej një punë të mirë dhe do jesh mirë. Kjo ide përsëritet në shkollë, në familje, në media. Dhe ne e pranojmë si të vërtet absolute. Por askush nuk na pyet kurrë çfarë do të thotë të jesh mirë. Për shumicën e njerëzve realiteti është ky: punë e përditshme, paga mujore, shpenzime të vazhdueshme, pak ose as pak kursime. Dhe kjo vazhdon për 20, 30, 40 vite. Në fund, ke punuar gjithë jetën, por koha jote ka ikur. Këtu ndodh mashtrimi më i madh. Ne nuk paguhemi për vlerën që krijojmë. Ne paguhemi aq sa duhet për të mbijetuar dhe për të kthyer nesër në punë. Ky nuk është opinion, është model ekonomik. Nëse paga jote do të ishte mjaftueshëm e lartë, do kishe kohë të lirë, do kishe zgjedhje, do kishe fuqi. Por sistemi nuk ka nevojë për njerëz të lirë, ka nevojë për njerëz funksional. Dhe këtu lind pyetja tjetër: nëse puna nuk të pasuron, atëherë kë pasuron puna jote? Kush fiton realisht nga puna jote? Pse paga është gjithmonë një hap pas inflacionit? Dhe pse sistemi ka nevojë që shumica të mbeten në mes? Nëse puna jote nuk të pasuron ty, atëherë dikë tjetër po e pasuron. Paraja nuk zhduket, ajo lëviz. Dhe sot do të ndjekim rrugën e saj. Çdo orë që punon ti krijon vlerë, më shumë vlerë se sa paga që merr. Kjo diferencë ka një emër: fitim. Dhe ai fitim nuk është i yti. Le ta thjeshtojmë. Nëse ti prodhon 100 euro vlerë në ditë, por paguhesh 40 euro, diferenca prej 60 eurosh shkon diku tjetër. Ti ke shitur kohën, energjinë, shëndetin, dikush tjetër ka marrë fitimin, kontrollin, pasurinë afatgjatë. Dhe ja pseja ironike: sa më shumë punon, aq më pak kohë ke për ta kuptuar sistemin. Je gjithmonë i lodhur, gjithmonë i zënë, gjithmonë pa kohë. Kjo nuk është rastësi, është struktura e sistemit. Sistemi modern funksionon mbi një ide të thjeshtë: shumica punon, pakica zotron. Jo fabrikat, kompanitë, tokën, teknologjinë, por kohën e të tjerëve. Ti nuk paguhesh për të ndërtuar pasuri, paguhesh për të mbajtur sistemin në funksion. Dhe sa më i domosdoshëm të jesh, aq më i zëvendësueshëm trajtohesh. Media të tregon histori suksesi. Nga zero në milioner, punoi fort dhe ja doli. Por nuk të tregon kurrë sa njerëz nuk ja dolën, sa punuan fort dhe dështuan, sa sistematik është ky dështim. Sepse nëse ti e kupton këtë, sistemi humbet fuqinë mbi ty. Paga kundër inflacionit. Paga jote rritet ngadalë, çmimet rriten shpejt, qiraja, ushqimi, energjia, çdo vit paraja jote vlen më pak. Dhe ti mendon, duhet punoj më shumë. Por ja e vërteta, edhe nëse punon më shumë, sistemi është ndërtuar që të ecë gjithmonë një hap përpara teje. Jo për shkak se je i paaft, por sepse kështu funksionon. Kur nuk ke kursime, ke frikë të humbasësh punën, ke frikë të flasësh, ke frikë të rrezikosh. Frika është forma më efikase e kontrollit dhe varfëria është mjeti perfekt. Por ka një element edhe më të fuqishëm që mban njerëzit të bllokuar për dekada. Një element që të mban të lidhur, të mban të bindur dhe të mban gjithmonë duke paguar. Quhet borxh. Borxhi nuk është vetëm para. Borxhi është kohë e ardhshme e shitur. Kur merr kredi, ti nuk blen një shtëpi, ti shet vite nga jeta jote. Sot, borxhi është normal. Kredi shtëpie, kredi makine, karta krediti, pagesa me këste. Nëse nuk je në borxh, sistemi të shes si problem. Por ja paradoksi, borxhi prezantohet si ndihmë, mundësi, zgjidhje. Në realitet ai është detyrim afatgjat, presion konstant, humbje zgjedhjeje. Si funksionon realisht kredia?
Kur banka të jep kredi, ajo nuk të jep para të vetat, ajo krijon para nga ajri. Ti nga ana tjetër garanton me jetën tënde, me punën tënde, me stresin tënd. Rreziku është i yti, fitimi është i bankës. Nëse nuk paguan, humbet shtëpinë, humbet makinën, humbet reputacionin financiar. Por banka, ajo vazhdon. Një njeri në borxh nuk rrezikon, nuk largohet nga puna, nuk kundërshton, sepse ka frikë. Çfarë ndodh nëse humbas të ardhurat? Borxhi krijon bindje pa dhunë, dhe këtu është mashtrimi më i madh. Borxhi nuk të bën të pasur, por të bën të dukesh i tillë. Makina, shtëpia, telefoni, gjithçka është me qira. Por stresi është i përhershëm. Koha, kostoja që nuk e llogarit askush. Një kredi 30 vjeçare nuk është 30 vite pagesa, është 30 vite frikë, 30 vite varësi, 30 vite nuk mundem tani. Koha jote është kolaterali, dhe ndërkohë trupi plaket, energjia bie, mundësit mbyllen. Borxhi nuk vret me njëherë, ai të konsumon ngadalë. Por borxhi nuk është mjeti i vetëm, ka diçka edhe më të fuqishme që të mban brenda sistemit. Frika. Frika është frika nga varfëria, frika nga dështimi, frika nga çfarë do thonë të tjerët. Sistemet e vjetra përdornin dhunë, sot nuk është më e nevojshme. Njerëzit vetë disiplinohen, jo sepse detyrohen, por sepse kanë frikë. Frika nga humbja e punës, varfëria, turpi, dështimi. Është më efektive se çdo policë, sepse është brenda teje dhe ti e mban vetë. Media, pasqyra që shtrembron realitetin. Media nuk të thot çfarë të mendosh, të thot çfarë të kesh frikë. Kriza, pasiguri, kërcënime, konkurrencë. Gjithmonë diçka që vjen dhe kurrë diçka që zgjidhet. Ndërkohë, pasuria përqendrohet, sistemi forcohet, pabarazia rritet. Por vëmendja jote është diku tjetër, e lodhur, e shpërndar, e kontrolluar. Rrjetet sociale e bëjnë kontrollin edhe më të thjeshtë. Nuk ke nevojë për diktator, mjafton krahasimi. Pse ai ka më shumë? Çfarë po bëj gabim unë? Duhet punoj më shumë. Dhe sistemi qesh. Askush nuk tregon borxhin, stresin, frikën. Tregohet vetëm fasada. Dhe ti e krahason jetën tënde reale me një version të filtruar të tjerëve. Pse njerëzit mbrojnë sistemin? Këtu ndodh diçka e çuditshme. Njerëzit që vuajnë më shumë nga sistemi janë shpesh mbrojtësit më të fortë të tij. Sepse ta pranosh të vërtetën është e dhimbshme, do të thotë të pranosh vite të humbura, do të thotë të pranosh se ke qenë i mashtruar. Dhe truri e refuzon këtë. Është më e lehtë të thuash, kështu është jeta, sesa të thuash, kjo nuk duhet jetë kështu. Pranimi është mbijetesë mendore. Sistemi ideal nuk ka nevojë të rrah, të burgos, të hesht, sepse ti ngrihesh vetë në mëngjes, shkon vetë në punë, hesht vetë, paguan vetë, dhe e quan këtë normalitet. Por nëse gjithçka është kaq e mbyllur, atëherë lind pyetja më e rrezikshme nga të gjitha. A ka dalje? Apo kjo është thjesht mënyra si duhet jetojmë? Nëse ke pritur një formulë magjike, nuk do ta gjesh këtu, sepse nëse do të ekzistonte një rrugë e thjeshtë, të gjithë do ta ndiqnin dhe sistemi do ta kishte mbyllur tashmë. Liria financiare shpesh shitet si pasuri e shpejtë, investime magjike, motivimi përkohshëm, por realiteti është më i ftohtë. Dalja nuk është për të gjithë, jo sepse njerëzit janë të paaftë, por sepse struktura është e pabarabartë. Dalja e parë. Dije, jo motivim. Hapi i parë nuk është të punosh më shumë, të sakrifikosh më shumë, por të kuptosh rregullat e lojës. Njerëzit nuk humbasin sepse janë dembel, humbasin sepse luajnë një lojë që nuk është ndërtuar për ta. Kur kupton si funksionon paga, si funksionon inflacioni, si funksionon borxhi, si funksionon koha, ti nuk je i lirë, por nuk je më i verbër. Dhe kjo është diferenca madhe. Dalja e dytë. Koha është pasuria reale. Sistemi të mëson të vlerësosh para, status, pasuri materiale, por gjëja më e rrallë është koha pa frikë. Nëse çdo orë e jetës tënde është e shitur, ti nuk je i varfër financiarisht, je i varfër ekzistencialisht. Dalja e tretë. Jo të dalësh, por të mos zhytesh më thellë. Për shumicën e njerëzve, dalja nuk është të bëhesh i pasur, të dalësh nga sistemi, por të mos futesh më thellë, të mos rritësh borxhin, të mos shesësh më shumë kohë se sa duhet. Edhe mos humbja është fitim. Jo të gjithë do të jenë të pasur, dhe ky nuk është një dështim personal. Dështimi vërtet është të jetosh pa e kuptuar pse, të vuash dhe ta quash normalitet, të mbrosh një sistem që të konsumon. Liria nuk fillon kur kesh shumë para,
fillon kur kupton kufijt, kupton manipulimin, kupton veten dhe zgjedh me vetdije, jo nga frika. Ndoshta nuk mund ta ndryshosh sistemin, por mund të ndryshosh marrëdhënien tënde me të. Dhe ndonjëherë të shohësh qartë është forma më e fortë e lirisë. Nëse kjo video të bëri të ndihesh i parehatshëm, atëherë ka bërë punën e saj, sepse e vërteta nuk është për tu ndier mirë, është për tu kuptuar.